Ja dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati, është pjekur ashtu siç duhet. Për përgatitjen e kësaj recete na duhet një pako me biskota, na duhen 2 kokra vezë, 2 banane, na duhet 50 gram nisështe, 50 gram sheqer plur, një mascarpone, 300 gram kos edhe një sheqer vanilje. Gjë e parë që do bëjmë është në një tavë ku do bëjmë ëmbëlsirën, do thyem biskotat si kemi marrë. Bëjmë kështu në copa të vogla, jo fare të grira. Duke qenë se kam bërë shumë mungesa, kam shumë kohë që nuk kam sjellë receta të reja, vendosa që ta nis me një ëmbëlsirë. Pasi kemi vendosur biskotat, do grim bananat në radhë edhe do t'i hedhim kudo nëpër tavë. Në fakt më bë më shumë se një vit gati që nuk po sjell receta të reja për ju. Pasi kush më ndjek prej kohësh e di që kam bërë mungesa nga që linda vajza. Për momentin kemi mbaruar punë me tavë. Në një tas të madh do hedhim fillimisht kosin, do shtojmë mascarponen, do t'i përzijem mirë derisa të na bëhet një masë e njëtrajtshme. Mund t'i përzjeni edhe me mikser dore. Pasi e kemi përzirë mirë kosin me mascarponen, do shtojmë 2 kokrat e vezës, do t'i përzijmë sërish me njëra tjetrën. Unë zgjodha t'i përzije kështu me luk, pasi jo të gjithë kanë mikser, për të treguar që është një gjë që mund ta bëj kushdo, edhe nëse nuk ka mjetet e duhura. Tashmë do shtojmë sheqerin pluhur edhe do i përzijem. Përveç sheqerit pluhur do shtojmë edhe sheqer vanilje. Gjë e fundit që do bëjmë është do hedhim edhe nisështen. Pasi janë përzirë mirë të gjithë përbërësit, të gjithë masën do t'ja hedhim biskotave me banane. Hedhim me kujdes që na bjerë mbi të gjithë ëmbëlsirën. Dhe së fundmi, unë për dekor do t'jes sa rusht të thatë. Nëse nuk ju ndodhe nuk ka asnjë lloj problemi. Mund t'i hidhni ose fruta të thata ose biskotën. Tashmë ëmbëlsirën e kemi gati. Do ta fusim në furrë të pishet me një temperaturë prej 180 gradë për 30 minuta. Ja dhe ëmbëlsirën tonë e kemi gati. Është pjekur ashtu siç duhet. Unë mezi po pres të ftohet pak që edhe ta shijoj. Na bëft mirë.